Kam lebuar plotësisht 18 vite. 18 vjet. 18 vjet lëbim që ndoshta që thuhet edhe me pa një dritë në tunel. Asaj dritë në tunel nuk ka. Jemi kanë si pa busull. Një rast pak më ekstrem, po ta them edhe për ty dhe publikën, po edhe për ata që më dëgjon. Shkojsha me paret e mia. Po. Të familjes. Edhe tash, normalisht, ishtë një farë rendi shtëpijak, me qitë në rëndite, që kemi bërë gjatë kësaj periudhën mes 2 mbledhjeve dhe çka do të ndodhë, edhe në mujtë e arshëm, edhe të tregoj ka me shkuar në Lozan, shtu me tako. E mor një anë fjallën. Tha, po çka bre kja me shku veç me ban një foto? Thash, më falë. Thash, normalisht që ku shkoj unë e bëj foto, në qaj dhurata. Unë e lëboj, edhe jem të shku me paret mija. Nuk kam pare me ta pagu edhe ty me ardhë. Nëse ki pare, që ku bordi këtu le të vendos me ardhë. Unë e ka një synim. Edhe për tregoj rastet ma ekstreme, edhe ke pas në anën tjetër njerëz që të kanë thonë gazetare, që të kanë thonë lumbre, sponale shkorë. Në thonë, 10-15 herë gjatë një viti, unë im kanë në mesin e njerëzve vendimarës, kryetarë të federatave, antarë të IOC-s, të Komitetit Olimpik Evropian, e kështu me radhë, edhe format që shkum hi, po shtëpit, ma të ndryshme. Ndoshta është tërë dësene mi kalzu që kum hi ka s'do të me hy. Por shumicën e rasteve, i kom gjetë misht, më thonë, thërëm si guest, si musafer, me shku, doshta i me dal, me mprit mua aty, me mush një formular, me ma dhonë një begjin të përkoshëm, akreditim, edhe tani është ma e lirë, po kjo do të më bëhë 10-15 herë në vit, 18 vite me radhë. Dhe me thonë, pak do të me qenë crazy, pak